Vrasja e Klajdi Bitrit, djalit 23 vjeçar lushnjar në periferi të Ankonës para rreth 2 vitesh, na tronditi të gjithëve. Autoritetet italiane arrestuan autorin dhe nga hetimet kanë zbuluar motivet që çuan 28 vjeçarin algerian Fatah Meloul të vrasë të riun më 27 gusht 2023. Algjeriani goditi me pushk peshkimi Klajdi Bitrin si shenjë hakmarrje për grushtin që ai dha gjatë konfliktit mes autorit, viktimës, vëllait dhe kushuririt të shqiptarit në një rrugë në zonën e Ankonës. Meloul qelloi për të vrarë, duke çuar në përfundim një plan kriminal që e kishte formuluar në një moment qetësie pas goditjes me grusht nga viktima, thot avokati në arsyetimin e vendimit. Gjykata ka theksuar se ajo që e shtyu 28 vjeçarin të vepronte ishte ndërhyrja e vëllezërve shqiptar dhe konkretisht vëllai më i madh i Klajdit, i cili e goditi me grusht. I pandehuri, duke kuptuar se nuk mund të dominonte situatën për shkak se ata ishin më shumë, nuk reagoi dhe u drejtua drejt makinës së tij duke dhënë përshtypjen se po largohej, por kjo ishte vetëm një fasadë, sepse qëllimi i tij ishte krejt i kundërt, thot gjykatësi. Algjeriani është dënuar me 18 vjet burg për vrasje me dashje. Sipas gjyqtarit, autori ka lënë të kuptohet sikur po largohej nga sherrri duke ikur drejt makinës së tij, por e gjitha kjo ka qenë një shtirje nga ana e tij. Pasi shkoi në makinë, Meloul nxori pushkën e peshkimit dhe qelloi Klajdi Bitrin nga një distancë rreth 2.5 metrash, duke e goditur një gjoks dhe duke e lënë të vdekur në vend. Ata argumentojnë se algjeriani mund të ishte larguar pasi sherrri kishte përfunduar, por ai zgjodhi të vriste të riun.